Teksa afatit po i vjen fundi, numri zarfeve me votat e emigrantëve të dërguara pranë KQZ-s është rritur ndjeshëm. Një ditë më parë, kryekomisioneri Lirian Cilibashi konfirmoi se kishin mbritur pak më shumë se 70.000 vota nga diaspora, por këtë të mërkur ky numër ka shkuar në 84.783 vota, ose rreth 15.000 më shumë brenda 24 orëve. Në total KQZ ka dërguar 245.935 zarfe në total, nga të cilat konfirmohet se janë postuar në destinacion nga kompania e kontraktuar 216.577 zarfe. Rreth 30.000 të tjera janë ende në proces dhe sipas Celibashit ka kohë ende për dërgimin në afatin e dur dhe kthimin e tyre sipas procedurave ligjore. Gjithsesi ai shpjegoi se këto zarfe duhen shpërndarë sa më parë, pasi kompania do të paguhet vetëm pas procesit dhe sipas cilësisë dhe rezultatit të shërbimit. Ai u shpreh një ditë më parë se procesi po ecën sipas parashikimeve, është pozitiv dhe me problematika sporadike që nuk e cënojnë këtë traditë të re të votimeve në Shqipëri.